Një përplasje e fortë verbale ka ndezur debat në publik, pasi Labi ka zgjedhur të përdorë një gjuhë teje të ashpër dhe fyese ndaj fjollës, duke kaluar çdo kufi komunikimi dhe respekti njerëzor. Që në orët e para të mëngjesit, zëri i ngritur dhe sulmet verbale të tij u shndërruan në një shfaqje agresiviteti që nuk i shërben askujt dhe nuk justifikohet në asnjë rrethan. Në vend të argumentit, Labi zgjodhi britmën. Në vend të dialogut, zgjodhi fyrjen. Sjellja e tij u perceptua nga shumë kush si e pakontrolluar, e papërmbajtur dhe thellësisht ofenduese, veçanërisht kur drejtohet ndaj një gruaje. Gjuha që ai përdori nuk ishte thjesht e ashpër, por denigruese, duke tentuar të ulë dhe të poshtëroj fjollën në mënyrë publike. Reagimi i publikut nuk vonoi. Shumë zëra e cilësuan këtë sjellje si të papranueshme dhe shqetësuese, duke theksuar se zëri i lartë dhe agresiviteti verbal nuk janë shenjë force, por dobësie. Kur dikush nuk arrin të shprehë mendimin me qetësi dhe respekt, zgjedh rrugën më të lehtë. Sulmi personal, fjolla, nga ana tjetër, u gjend në qendër të një sulmi që nuk kishte lidhje me debat apo mendim ndryshe, por me një përpjekje për ta nënshtruar përmes frikës dhe fjalëve të rënda. Në një shoqëri që pretendon të ecë përpara, episode të tilla tregojnë se ende ka shumë punë për të bërë në drejtim të respektit. Veçanërisht ndaj grave, ky incident rikthen në vëmendje një problem të madh: normalizimin e gjuhës së dhunshme në komunikimin publik. Britmat, ofendimet dhe sulmet personale nuk janë argumente dhe nuk e bëjnë askënd më të fortë apo më të drejtë. Përkundrazi, ato e ulin nivelin e diskutimit dhe dëmtojnë klimën shoqërore. Në fund, ajo që mbetet është një pyetje e thjeshtë: a duhet të pranohet një sjellje e tillë si normalitet? Shumë kush mendon se jo. Respekti, vetkontrolli dhe fjala e matur janë tregues të vërtetë të karakterit. Çdo gjë tjetër është thjesht shurm.